sot jemi 8 mars 2025, një premierë më të mirë të zonës Sulovës, me mikun tim Albert Cerriku, nga fshati Selit. Mitel Kungi vjen nga fshati Selit, njësi administrative Mollas, bashkia Cerrik. Sa supervajgjëm jenë të Selit? 14 lyme. 14 lyme serë, në te që ke qenë bashkë me gazin dhe ka parë domate veç, kungullit zi, ke mjellë që ke mjellë tjetër? Kemi mjellë domate roz, kungullit zi, nga malli që ne bëjmë, gazi është i shumë i kënaqur ti ti punon si familje. Po, si familje. Po ke sezon, një tjetër. Marrin dhe ne punëtor ti. marrin dhe argat tjerë punëtor. Si ke dalë? Mirë, punosh me gazin është një deri madh për mua dhe për fermerët e zonës. Se Selita kryesisht një gjallë 2-3 pika ka kryesore që bi mallin, a? 2-3 pika dhe ne kemi ngel të kënaqur me gazin. Lëkujdimet i bane gjitha në... Po t'ishin për lëkujdimet, gazi është një rekord në Shqipëri. Mirë, do të pyes në një gjë tjetër, mi vjen veç si mendon, duhet zgjerohet superfaqet në serë apo jo? Aktualisht qefi ma ka të zgjerojmë akoma. Po këto janë llafe kështu, më mirë të vishti shikosh atje për të fillojmë punimet që flasim tamam apo do duroj një sezon var, ushtofshin sa më shumë njerëz punëtor, aq më tepër që dihet që Selita është punëtor shumë ka qenë deputet atje, dhe kanë për derë, kam miq, kam shok, njerëz punëtor. Kara pa lodhur qoshi